Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do të jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot shënon 23 nëntor dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. 23 nëntori është dita e 327 e kalendarit gregorian, kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 38 ditë. Ngjarje 1867. Manchester Martis u varën në Manchester, Angli, pas shpëtimit të dy irlandezëve nga burgu. 1946. U themelua Partia e Punës e Koreas Jugore. 1976. Jacques Mayol është njeriu i parë që ka arritur thellësi 100 metra nën ujë pa pajisje për frymarrje. 1980. Seri e dridhive të tokës në Itali lënë të vdekur rreth 4800 njerëz. 1993. Rachel Witterard fiton $20,000 në shpërblimet e Turner Prize si artisti më i mirë britanez, si dhe $40,000 në shpërblimet e Fondacionit Award si artisti më i keq i vitit. 1996. Angola i bashkohet Organizatës Botërore të Tregtisë. 2005. Ellen Johnson Sirleaf u zgjodh presidente e Liberisë. Është gruaja e parë udhëheqëse në Shtetet Afrikane. Lindje 1760. Lindi Francis Noël Barbeuf, radikal francez. 1804. Lindi Franklin Pierce, presidenti i 14 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1837. Lindi Johannes Diederik van der Waals, fizikant hollandez. 1859. Lindi Billy the Kid, hero western amerikan. 1876. Lindi Manuel de Falla, kompozitor spanjoll. 1906. Lindi Said Faik Abbasianik, letrar turk. 1918. Lindi Perez Prado, muzikant kubanez. 1920. Lindi Paul Celan, shkrimtar gjerman. 1925. Lindi José Napoleon Dorte, politikan i Salvadorit. 1941. Lindi Franco Nero, aktor italian. 1964. Lindi Yoshiki, muzikant japonez. 1992. Lindi Miley Cyrus, aktore, këngëtare dhe tekste shkruese amerikane. Vdekje 1991. Vdiq Klaus Kinski, aktor gjerman. 1457. Vdiq Ladislav V. Postmi, mbretëro kroator hungarez dhe çek. 1921. Vdiq John Broad Doplon, veterinar dhe hulumtues skocez. 1966. Vdiq Grigor Vitez, shkrimtar kroat dhe përkthyes. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Franco Nero, i cili është një aktor dhe regjisor italian. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Franco Nero, për shkak të aftësive të tij fizike dhe vullnetare të guximshme, që nga deputimi i tij, Nero mishëroi një bukuri maskullore shumë amerikane, në fakt duke u dalluar për interpretimin e tij të Abelit në Biblën 1965 nga John Huston, e cila u pasua nga fama përfundimtare arritur me A Quiet Country Place 1968, filmuar së bashku me Vanessa Redgrave. Më vonë ai luajti në shumë filma që i përkisnin zhanrit thriller politikan italian. Pasi u shfaq në 2012 Ardhja e së keqes 2001 dhe në Django Unchained Quentin Tarantino 2012 një haraç për filmin Corbucci, në të cilin ai ishte protagonist. Ai luajti në disa filma eksperimental të Luis Nero dhe bëri deputimin e tij regjisoral
me Forever Blues 2005, e ndjekur nga njeriu që dizenjoi Zotin 2022. Ai ndërthur aktivitetin e tij kinematografik me produksionin e shquar televiziv, i cili e sheh atë si protagonist në dhjetra mbi seriale dhe trillime. Në vitin 2011 ai mori një yll në Walk of Fame italian në Toronto, Kanada, dhe në 2022 çmimin e arritjes së jetës në Festivalin e Arteve Costa Rosa. Nero u takua me aktoren Vanessa Redgrave në vitin 1967 në xhirimet e filmit Camelot, ku ai luajti rolin e Lancelot dhe ajo luajti Guinevere, duke krijuar një marrëdhënie të famshme romantike. Të dy kanë një djalë, Carlo Gabriel Nero, i lindur në Londër me 16 shtator 1969, por lidhja nuk zgjati shumë pavarësisht faktit se ata luajtën si çift në disa filma, dhe të dy u ndan menjëherë pas lindjes së tij. Në vitin 1983, ai pati një djalë të dytë, Frank Sparanero, i lindur në Rom, i cili bëri debutimin e tij me aktrim me Pupi Avantin në vitin 1996 me filmin Festival. Në 1987, Franco Nero pati një fëmijë të tretë, Francesco Sparanero, i ngjizur me afro-kolumbianen Mauricia Mena, të cilën e takoi në Cartagena gjatë xhirimeve të një filmi. Në vitet 2000, Vanessa Redgrave dhe Franco Nero u takuan përsëri pas shumë vitesh dhe pas disa marrëdhëniesh me partnerë të tjerë. Ata u martuan më 31 dhjetor 2006, fillimisht duke e mbajtur martesën e tyre të fshehtë. Redgrave e bëri publike vetëm në vitin 2009 gjatë një interviste në radiostacionin anglez BBC Radio. Dhe tani do të kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për busullën. A e dini se sa e vjetër është busulla? Kompasi ose busulla është një pajisje e cila shërben për orientimin në hapësirë, e ndërtuar nga magneti dhe gjilpëra, e cila përdoret si tregues për orientimin në hapësirën e rruzullit toksor. Ekzistojnë disa lloje busullash të prodhuara në vende të ndryshme. Disa nga ato janë të thjeshta, të dedikuara për qëllime shkollore, kurse disa tipe janë duke u përsosur dhe zgjeruar me elemente të reja. Kur marrim parasysh lehtësinë që na krijoi kompasi, s'ka dyshim se është një mjet i pazëvendësueshëm për orientimin në hartës dhe në terren. Busulla zakonisht është një kuti 7 për 7 cm, kapaku i cilit kur hapet qëndron në pozitë 90 shkallë dhe nga ana e brendshme është pasqyrë. Në qendër të fushës është boshti, mbi të cilën është mbështetur gjilpëra e lirë magnetike. Përreth saj janë shënuar me gërma anët e horizontit: E për ist ose lindje, W për west ose perëndimi, N për north, veriu dhe S për south, jugu. Jo larg pikës në lokalizohet një pikë që tregon mesatarin e këndit të deklinacionit. Materiali i përdorur për punimin e kompasit duhet të ketë cilësi jo magnetike, kurse shenjat kryesore duhet të jenë fluoreshente. Busulla është një shpike kineze që ka një moshë 1800 vjeçare. Në fillim përdoreshin disa gur të magnetizuar për të ndërtuar tavolinat, derisa dikush vuri re se gurët gjithmonë shënonin të njëjtin drejtim, duke i hapur kështu rrugë ndërtimit të busullave të para. Busullat e para ishin shigjeta të magnetizuara që plushtkonin në një enë plot me ujë, por që me kalimin e kohës u përmirësuan dhe u reduktuan në madhësinë derisa u shndruan në instrumente xhepmbajtëse. Shigjetat e magnetizuara që përdoren sot u shfaqen në Kinë mes vitit 850 dhe 1050, të më shumë shpejt u përhap përdorimi i saj tek lundërtarët. I pari që përdori një busull ishte Zheng Ke, një lundërtar nga provinca e Yuanit, dhe që realizoi një sër udhëtimesh oqeanike në vitet 1405 deri në vitet 1433. Për shekuj, busulla ka qenë instrument i orientimit më i rëndësishëm për njeriu. Tani po zëvendësohet me aplikacionet GPS që ofrojnë më shumë informacion dhe saktësi. Madje dhe busullat giroskopike të avionëve janë kalibruar përmes lazerit. Kompasi është instrument në radhë të parë që shfrytëzohet për caktimin e anëve të horizontit. Supozohet që është zbuluar dhe përdorur njëkohësisht nga marinarët kinezë dhe europian dikur në shekullin e 7. Busulla është një shpike kineze që ka një moshë 1800 vjeçare. Në fillim përdoreshin disa gur të magnetizuar për të ndërtuar tavolinat, derisa dikush vri re se gurët gjithmonë shënonin të njëjtin drejtim, duke i hapur kështu rrugë ndërtimit të busullave të para. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditën e enjte. Territori shqiptar për ditën e enjte parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm, me dia dhe vranësira kalimtare që të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 22 gradë Celsius. Era do të shrymë një shpejtësi mesatare 1 deri në 7 metër për sekond në drejtimin verior, çka do të bëjë që të krijohen tallgëzime deri në 3 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë.
Shkodër 10 deri në 14 gradë Celsius. Kukës 3 deri në 8 gradë. Peshkopi 8 deri në 12 gradë. Tiranë 13 deri në 19 gradë. Durrës 13 deri në 22 gradë. Kavaj 14 deri në 22 gradë. Elbasan 12 deri në 20 gradë. Berat 12 deri në 19 gradë. Korç 6 deri në 10 gradë. Vlorë 15 deri në 21 gradë. Gjirokastër 10 deri në 16 gradë. Sarand 13 deri në 18 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën e enjte. Territori i Kosovës për ditën e enjte parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm, me dje dhe vranësira kalimtare që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 11 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic 4 deri në 9 gradë Celsius. Podujev 3 deri në 6 gradë. Skënderaj 2 deri në 8 gradë. Pej 6 deri në 10 gradë. Prishtinë 3 deri në 7 gradë. Gjakov 3 deri në 11 gradë. Malishev 5 deri në 9 gradë. Gjilan 3 deri në 7 gradë. Ferizaj 5 deri në 8 gradë. Kaçanik 4 deri në 9 gradë. Prizren 4 deri në 8 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do takohemi sërish nesër në të njëjtën orë. Ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin ton drita.tv.